Zoti Bardhi, replik. Zoti kryetar, sigurisht që nuk e mora fjalën për t'ju përgjigjur Zarit Belinda Ballukut. Ju lutem. E mora fjalën. Tërheqje vëmendje, vërejtje, masa e dytë sipas neni 64 të rregullores. Okej. Keni marrë 2 masa. Për rregullore, zoti kryetar, do të kishit dëgjuar zotrin që më ndryshoi mbiemrin dhe më tha Gardhi. Dhe duhet ishte të rreq vëmendjen. Po t'jesh i njanshëm. Ndërsa Zar, ai e di shumë mirë që është i tillë, i Belinda Ballukut. Qytetarëve të Fierit i kanë bërë një premtim ku kam qenë fushat, që kjo zonja që po deformon vullnetin e qytetarëve me parat e korrupsionit do të shkojnë në burg. Dhe kanë bërë premtimin, ajo do të shkojnë në burg. Me apo pa ty, Zeqinen e gjithë zëgarët e vetë që i ka sjell tu në sallën e Vërejtje Burgundit. sipas neni 64 të rregullores, zoti Bardhi, keni marrë 2 masa për sot. Ju lutem respektojnë rregulloren. Zoti Gjin Gjon. Sot, mbarë shqiptarët dhe komunitet ndërkombëtar pret nga ky parlament heqjen me urgjencë të imunitetit të Edi Rams, në fakt, por në letra të Lubi Ballukut. Ju keni marrë një mision të pamundur. Këte që po bëri ju se ka bërë kushkur. Ju po ndryshoni, jeni të gatshëm të ndryshoni ligje për të mbrojtur një hajdut që është damkosur parambarë shqiptarve si hajduti kryesor në historinë e kombit dhe një nga më kryesor në historinë e Europës. Ai po përdor ju si lolo, ai po përdor ju jo si zar, po si kukulla të vërteta. Ai po keq përdor ju në shkallën më ekstreme. Dhe ju që më shifri u kështu se me inat gjoja. Ja t'u them unë, se këta avoketrit e Lubis në sallë, ku ndodhen pa të huajve, e kyçin gojnë, nuk thonë një fjalë në mbrojtje të saj. Hajde t'jap regjistrimet po deshe. Nuk thonë një fjalë, kur rrinë si pula, kurse këtu ju nxisin ju drejti krimit të vërtet, krimin vazhdim. Pa ja këta që u dalin para ju shtu. Pyesni pak, çfarë thanë dje e pa dje, çfarë thonë në pranimet tuajt. As një fjalë për Lubin. Përkundazi, u përshpërisin vesh se do ja heqim, do e bëjmë. Përfundoj koha, zoti Berisha. Përfundoj koha. E ke me të thënë se vetë nuk merr pjesë, fatkeqësisht. Zonja Zeqine Çaushi për replik. Faleminderit i dashur Gazo që më përmende më në fund. Kënaqësi të përballem këtu me ty, se ta thash atje tek deti i Fierit, po nuk më besove o Xhan, nuk më besove. Ti Gazo erdhe në Fier këtu më shik këtej, shiko në sy. Po, shiko illo. Ti erdhe në Fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer sy xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftet e lokali i lagjes. Për këta erdhe ti, sepse ty nuk pati Fierakta atë derët, nga Lushnja, nga Divjaka, nga Roskoveci e nga Patosi. U kalove gjyshërve atje në Patos edhe nuk i ndinjuan të shihnin fare. Në Roskovec, qa të bëri Roskoveci dashur Gazo kur dole në pazar? Ike më përpara se sa të vije. Ti ylli i
Fierit, për këto do të mbahesh më në Fier. Kanë kaluar kaq muaj nga zgjedhjet. Pse s'ke shkuar atje tek ata pak demokrat që i dhanë ato vota për Gentin? Këtu duhet të ishte Genti me Zana Numanin, e jo ti ylli i Fierit. Po ti duhet ma dish mua për falemderit që doktori nuk të hoqi nga i vendi vetëm për mos më bërë mua qefi. Kështu yll. Rrise, tek fjalimi do të kujtoj një shprehje të bukur që ja ke thënë babi të Zenit. Do ta them ju. Do ta them. Po, ma ka mësuar ata që pjeti gjini, ajo është kategoria jote, se unë nuk i njoh. Kategoria jote, o yll. Po ti je një njeri që vetëm për të përdredhur erdhe në Fier me atë trupin tënd si për tek domatesh. Kaq kisha unë. Do të përball. Faleminderit zonja